Në këtë edicion do të ndiqni 28 vjetë nga rënja heroike e Bekim Berishës, Përmet Vulës dhe Elton Zherka. Goditet një këmësor në Gjakov, dërgohet për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Mungesa pastrimit blokon njërën anë të rjedhës së Lumit Krejna. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 28 vjetë më parë në betejën e Jonikut, ranë heroikisht Bekim Berisha Abeja, Përmet Vula e Elton Zherka, të cilët me kontributin e tyre në luftë u bën pjesë e historisë së Kosovës. Edhe pas gati 3 dekadash, emrat e tyre mbeten simbole të luftës kundër agresorit serb, të lirisë dhe atë dhe dashurisë. Çdo përvjetor i rënjës sërish sjell në kujtesë ditët të luftës kur shumë të rinj lanë familjet dhe gjithçka kishin për t'u bashkuar luftës për liri. Në mesin e tyre ishin edhe Elton Zherka, Bekim Berisha Abeja dhe Përmet Vula. Rrugtimi i tyre u ndërprej në ditët të luftës, por emrat mbetën pjesë e kujtesës së atyre që i njohën dhe historisë së Kosovës. Gushti i shënon përvjetorin e rënjës së tyre. Familjarët dhe bashkëluftëtarët rikthejnë kujtimet për ditët kur i kishin për betejat, sakrificat dhe momentet e fundit para se gjithçka të ndryshonte. Elton Zherka, Bekim Berisha dhe Përmet Vula nuk janë vetëm emra të një historie të kaluar. Ata mbetën pjesë e kujtesës kolektive, ndërsa përvjetori i rënjës së tyre është një moment për të kujtuar sakrificën dhe për t'u përcjell brezave historinë e atyre që dhanë jetën për liri. Gushti i vitit 1998 gjeti Jonikun në një nga përballjet më të ashpra të luftës në Kosovë. Në këtë betejë u dalluan shumë luftëtar, por 10 gushti i vitit 98 do të mbetej përgjithmonë në historinë e Jonikut, pasi ran Bekim Berisha Abeja, Elton Zherka dhe Përmet Vula, bashkë me bashkëluftëtar të tjerë. Bekim Berisha Abeja ishte një luftëtar me përvojë të fituar në 3 luftra. Kishte luftuar në Kroaci e Bosnjë, ndërsa në Kosovë bashkua UÇK-s. Elton Zherka ishte një nga luftëtarët që qëndroi në mbrojtje të Jonikut deri në momentet e fundit. Përmet Vula, po ashtu një nga luftëtarët të rënë në atë betejë, e ndau fatin e tij me bashkëluftëtarët në ditët vendimtare të mbrojtjes së Jonikut. Kujtojmë se lufta, beteja dhe frontet në Gjakov identifikohen me Eltonin, Përmetin dhe shumë të tjerë që shënuan historinë e vendit. Një këmbësor është goditur nga një makinë paraditën e sotme në rrugën Nën Tereza. Njësitë relevante të policisë kanë reaguar menjëherë, ndërsa i aksidentuari, pas ndihmës së parë në spitalin e Gjakovës, është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e së martës në Gjakov, ku një këmbësor është goditur nga një vetur. Rasti ka ndodhur rreth orës 8:05 minuta në rrugën Nën Tereza, ndërsa pas aksidentit, këmbësori është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm i Stagrezda, e më pas në qendrën klinike universitare të Kosovës. Për gjendjen shëndetësore të të lënduarit, për televizionin Syri ka folur shefi i emergjencës në Spitalin i Stagrezda, doktor Ilir Hasanaj. Rreth orës 8:15 e kanë sjell një pacient aksident komunikacion, në bërë gjitha ekzaminimet dhe trajtimi i nevojshëm. Pas ekzaminimeve ka rezultuar se pacienti ka nevojë për trajtim me temë QKU. Gjendja e pacientit është stabile, jashtë rrezikut për jetë. Sipas policisë së Kosovës, informacioni për aksidentin është pranuar përmes linjës telefonike rreth orës 8:05 minuta. Zëdhënësja për informim në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, Vlera Krasniqi, ka bërë të ditur se në aksident është goditur një këmbësor, i cili ka pësuar lëndime dhe është duke marrë trajtim mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante të policisë, të cilat janë duke trajtuar rastin. Hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit janë në proces. 5 persona kanë humbur jetën brenda pak ditësh në rrugët e Kosovës. Eksperti i komunikacionit Nel Dedaj, në një lidhje telefonike me televizionin Syri, tha se Kosovës i mungon një strategji për sigurinë në komunikacion rrugor dhe se aksidentet përsëriten në të njëjtat vende, por nuk hulumtohen. Vetëm në pak ditë, 5 persona humbën jetën në aksidente trafiku në Kosovë.
4 prej tyre gjatë javës që lan pas, ndërsa një 12 vjeçar humbi jetën në një vet aksident këtë të hënë. Përballë këtij bilanci shqetësues, eksperti i komunikacionit Nol Dedaj liston disa faktorë që po ndikojnë në rritjen e aksidenteve. Njeri i cili është përgjegjës ose shkaktari 85% të rasteve të aksidenteve, pastaj kemi faktorën rrugë me 8-10% edhe faktorën automjet 3-5%. Tjera që në kodet e fatalitet, aksidente fatalitet edhe me lëndime trona trupore, kemi të bëjmë me 2 ose 3 faktorë përmes elementeve të tyre të cilët e zhvillojmë. Në qoftë se na flasim tash për një shembull, atëherë mundet të konë faktori njeri shpejtësia, mundet të konë grupa godice në rrugë, mundet të konë edhe në element i tjetër i rrugës, mundet të konë ose edhe elemente automjet, sistemi drejtësimit ose sistemi i frenimit. Por dënimet e policisë po dështojnë të sjellin siguri, pasi sipas ekspertit, mungesa hulumtimit institucional po bën që tragjedit të përsëriten madje në të njëjtat vende. Na s'kem ligj sigurisë, na kem ligjin e coptum në 3 ligjet të tjera të cilët kanë konflikt interesi ndër vete, pastaj nuk kemi strategji të sigurisë komunikacionit që duhet më konë 10 vjeçarja, kodër të strategjisë duhet më kriju instituti për hulumtimin e këtyre elementeve. Mos harroni se neve na vdesin njerëz në të njëjtin vend për të njëjtit faktor, të cilët ndodh edhe nuk hulumtohen. Nuk paraqesin mos preventive. Sikur të kishin paraqit gjobat mos preventive, mos harroni si vjeti kemi hiç më pak se një 11.000 gjoba, ma shumë se vitin e kaluar për të njëjtin interval kohor. Atë na kish desht me përqindje në qoftë se i kthem, çaj duhet më konë edhe përqindja e sigurisë më analt. Jo, na kemi në nivelin e sigurisë më të breshtë sa vitin e kaluar, pavarësisht se kemi gjoba më shumë. Sipas raportit të policisë së Kosovës, gjatë periudhës janar-korrik, 58 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku. Ura mbi lumin liber ka qenë për vite një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Mitrovic dhe simbol i ndarjes së qytetit, por tashmë policia e Kosovës ka marrë përgjegjësinë për sigurinë në urën e Ibrit. Ky zhvillim po shënon një tjetër hap në procesin e kalimit të përgjegjësive të sigurisë tek institucionet e Kosovës. Dje KFOR ka konfirmuar zyrtarisht fillimin e një tranzicioni gradual për largimin e pranisë së tij të përhershme statike nga ura kryesore e Ibrit në Mitrovic. Ky proces shënon një hap historik pasi siguria e urës po i lihet gradualisht në dorë policisë së Kosovës rreth 27 vjet pas përfundimit të luftës. Një ditë pasi u dha ky lajm të martën mbi urë pa vetëm një patrullë karabinierëve italian dhe disa të tjera të policisë së Kosovës. Ish zëvendës kryesuesi vendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, tha se ky është një lajm i mirë sepse sipas tij urat lidhin shumë njerëz. Është lajm i mirë, është pjesë po mendoj vazhdimit, pasi veç çështja është për nder që një kohë të gjatë nuk ka pas po mendoj ekscese drejtnike, është filluar po mendoj një pjesë normale, është lajm shumë i mirë, po lajmi do të jetë i mrekullueshëm ose do të mrinat nëse hapet ura po mendoj për qarkullim edhe mos ketë nevojë për mikqyrje qoftë ajo e mezhve të ndërkombëtar ose qoftë edhe për policisë. Ndërsa ish gazetari Zedin Krasniqi thot se ky proces tashmë ka një histori. Procesi normal që ka pas shumë sfida në Mitrovic dhe ka mbet deri këto ditë që prap aktualizohet mbartja përgjegjësive tash tek policia e Kosovës. Ndërkohë Ferit Shala, që sot kishte shkuar në Mitrovic nga Rahoveci, tha se kemi ardhur të shohim urën pa blokada. Kemi ardhur me qyr që i ka ardhur koha më në fund edhe kësaj urës. Me ardhur fundi, sepse nuk ka më urat bllokuar. Ne do të ndërtojmë urat që do të kalojmë për një anës në anën tjetër. Kështu që është bërë fort mirë, qytetarët në televizin lirë shumë, është e drejtë kështu, s'ka më blokada. Ura mbi lumin Ibër ka qenë për vite një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Mitrovic dhe simboli ndarjes së qytetit. Ndërkohë KFOR-i gjithashtu ka njoftuar se ka nisur transferimin gradual të përgjegjësisë së sigurisë te policia kosovare edhe te manastirit të Deçanit.
Si rezultat i mbeturinave të shumta, rrjedha e lirë e lumit Krena në një zonë po duket të jetë vështirësuar. Mbetjet kanë bllokuar njërin krah të shtratit të lumit, duke devijuar rrjedhën natyrore të ujit vetëm në njërin anë. Pjesa tjetër tashmë pa rrjedhë është tharë dhe është mbushur me barë e bimësi të egër. Muaj të tërë pa ndërhyrje kanë ndryshuar pamjen dhe rrjedhën e lumit Krena në rrugën e Qabratit. Përshimet e janarit lanë pas shëmbetje inerte në Nur, të cilat sipas banorëve që nga atëherë nuk janë larguar. Mbetjet kanë bllokuar njërin krah të shtratit të lumit, duke devijuar rrjedhën natyrore të ujit vetëm në njërin anë. Pjesa tjetër, tashmë pa rrjedhë, është tharë dhe është mbushur me barë e bimësi të egër. Por krahas ndryshimit të shtratit, shqetësuese mbetet edhe gjendja e ujit. Në të janë grumbulluar 10 goma automjetesh, dërsa përreth tyre dhe në shtrat janë shtuar mbeturina të ndryshme. Mungesa mirëmbajtjes ka krijuar një situatë që sipas banorëve po e kthen këtë hapësirë në pikë të hedhjes së mbeturinave. Kjo është pamja një pjesë të lumit Krena, muaj pas vërshimeve të fillim vitit. Përballë kësaj gjendjeje, banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve përgjegjëse për pastrimin dhe sanimin e shtratit, si dhe rikthimin e rrjedhës natyrore të lumit. Klubi i basketbollit Vllaznimi ka zyrtarizuar emrin e trajnerit të ri të skuadrës për edicionin 2026-2027. Në postimin e tyre publik, citohet se Aleksandar Jëngjevskin vjen në Gjakov pas një përvoje të gjatë në basketbollin ndërkombëtar, duke fituar edhe titullin e kampionit dhe Kupën e Maqedonisë. Trajneri Jëngjevski ka punuar edhe në Kosovë me Trepçën, ndërsa ka qenë edhe në krye të bashkimit, duke njohur nga afër basketbollin kosovar dhe rivalitetin e Superligës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e mocit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe një artikull kryesor të këtij edicioni. 28 vjet nga rënja heroike e Bekim Berishës përmet Vulës dhe Elton Zherka. Goditet një këmësor në Gjakov, dërgohet për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Mungesa pastrimit bllokon njërin anë të rrjedhës së lumit Krena. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.